mungon shumë. Më kam bërë me lajmësi. E çova atëherë në polici. Nuk e doja, po më vinte këtë fëmijë. Nuk e duam baban. Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do të shkojmë në Francë, unë të hap ditaren për Monkira Adilin. Prej vitesh është larguar nga Shqipëria dhe jeton me familjen e saj në Francë, por sot këtu në live me Odetën ajo do rrëfej një histori të dhimbshme të vllajt të saj. Është duke më pritur Monkira, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. E dashur Monkira, përshëndetje. Përshëndetje Odeta, si jeni? Përshëndetje nga Tirana, ti je në Francë. Po, dhe unë përshëndetje nga Franca. Është një kënaqësi sërish faqim këtë historinë me Ladinit bashkë. Unë besoj që gjitha audienca ime të njeh. Je një motër që vajton për një kohë për humbjen e vllajt tënd me Ladinit. 3 vjetë e gjysë, Odeta. 3 vite e gjysë dhe nuk janë pak. Nuk janë pak. Një ditë shumë, ajo 3 vjetë e gjysë. E dashur Monkira, jemi të dyja së bashku këtu në live me Odetën, me shpresë që dikush mund të na ndjeki dhe mund të di diçka për vllajin tuaj dhe mund të na ndihmojë me informacione. Ai ka humbur në një vend ku për mua ngre shumë pikpyetje. Ndoshta janë dhe të kota këto dyshimet e mia, por në një vend ku ka humbur dhe njerëz të tjerë, në atë zonë të Kukësit, aty ku ka mbledhur Boronica, vllai juaj, pak nga ana tjetër përballë ka humbur dhe Bleona Mata, që besoj e njeh si histori. Po e njoh shumë mirë, kam qenë atje vajzë kur kam ndodhur historia. E ke dëgjuar. E dashur Monkira, dua të pyes dhe të flasim sot të dyja, sepse ju dyshoni që atit nuk I ka ndodhur diçka e keqe dhe ai ndodhet diku, por nuk dihen arsyet pse nuk kontakton me ju. Ju vetë si motër dhe në emër familjes, çfarë dyshoni për Meladinin, që ai mund të ketë ikur me dëshirën e vet? Për me dëshirën e vet, heq unë si motër, se unë kam pas kontakte të rregullta me Meladinin, s'ka pas darkë Odeta që nuk më ka shkruar. Çdo ditë që Meladini ka nga Boronica, mu më shkruante mesazh. Që ai ka ikur vet, unë e heq 100% si mundësi, nuk është e mundur. Kjo mundësia hiqet 100%. Se sa që ka ndodhur, si ka ndodhur vetëm ata persona, për mendimin tim si motër, unë nuk falsoj asnjë njeri. Po dhe vllai tjetër Odeta ishte, unë do la vira fajin, pa gjetur atë, unë falsoj gjithë ato njerëz. Nuk ishte I vogël, nuk ishte një gjiltor që të humbiste në kaq, ishte gjitha ideal. Ato diçka duhet di, njëri nga ato paktën duhet ta di historinë e vërtetë të Meladinit. Unë bëj thirrje, si gjithë gorjanëve që kanë qenë prezent, dhe njerëzve të tjerë në ato vjeshtë. Dikush duhet ta di historinë e Meladinit dhe humbjes që ato I kanë bërë Meladinit. Unë nuk fajsoj askënd, nuk vendos asnjë emër. Për zemra motra sot që dikush e di në Odeta. Unë Meladinin e shoh shpesh në ëndër. Diles dje ka dalë në ëndër dhe më ka thënë ti më ke telefonuar këto ditë. Unë çdo ditë telefonoj dhe në drek më erdhi mesazhi nga punonjësia juaj, duke më shkruar që të më bësh një video, thash, kishte mesazhi Meladinit që duhet të bësh diçka për mua. Unë Meladinin po ta them 2 herë në javë, po se pash në ëndër s'ka shans. E dashur Monkira, dua të më tregosh, pra ju dyshoni tek bashkëfshatarët, ata që u nisën atë ditë. Unë nuk ta them që dyshoj tek bashkëfshatarët. Dikush do ta ketë parë Odeta, saj si ishte fëmijë I vogël, do ta ketë parë diku ku shkoi Meladini, çfarë bëri Meladini atë. Dua të më tregosh, çfarë ndodhi atë ditë me vllajin tuaj, dhe pse ju keni qenë në Francë, nuk keni qenë prezente në Kukës. Unë jam 7 vjet pa shkuar në Shqipëri. Ke 7 vite pa ardhur në Shqipëri. Çfarë ju ka treguar babai juaj? Odeta, atë ditë, si çdo ditë, unë fola me familjen, edhe një ditë pa përpara Meladini s'ka qenë të blë Boronica se ka ishte rënshi. Atë ditë I mora babin dhe mamin në drek, si çdo ditë që flasim, më thanë që Meladini kishte shku në Boronica, gjithçka ishte okay. Derisa vjen darka, një këtë Odeta më shtrëngoj zemrën, mesazhi nga Meladini nuk më erdhi te Snapchat-i si çdo herë, lokacionin nuk ja çesha. Nuk më shkoi mendja mi provu telefonit, ta them të vërtetën, po ndjesha diçka e shtrënguar, e stresuar. Mora familjen në telefon, në atë moment më përgjigj mami. Zemra të parandiu që diçka kishte ndodhur. Po.
unë po, edhe buri ka qenë me mua dhe i thash burit, sikur diçka vëre kam, edhe ai më thoshte hajde dalim me fëmijë park, ishte ditë e diel, kur Meladin e ka humbur, fëmijët i kisha në shtëpi, ai tha jo, unë i thash jo, për moment ndihesha mirë, Meladin në lokacionin nuk ja gjesha dhe ndihesha shtrëngume. Edhe burim hajde se të pim një kafe, ndoshta të qetësohesh. Marrë pas nga darka mamin telefon edhe gjoj shumë zhurë te mami. Ishte diçka si kur zemra më thoshte diçka ka ndonë. Mami po qante dhe më tha, i pyta si çdo herë, ka ardhur Meladini? Më tha po kanë dalë, sepse çdo darka di bura dalin kafe aty më shat. I thash ma, çfarë do se ka gjoj, ka njerëz aty. Në atë çast mama ma dha telefonin në gocët daja, se ishim mbledh gjithë fisja aty. Edhe vetëm kur goca dalë më thotë Monkira Meladini ka humbur, po në atë çast më dha një shpresë se më thanë ka humbur me një bashkëtar tjetër, a di që mos stresojnë direkt. Në atë moment zdjenja e motrës, dhe zemra e motrës unë e ndjeva që Meladini është. Edhe kam thënë buri ka qenë pranë me, i thash, kot po më gënjej Meladini është vetë. Dhe në atë moment e marrë babin telefonit, cili në bjeshk nuk ka pas valë, nuk merr asnjë përgjigje. Prapë më rimarra këtje nga familja e mamit, dhe gjithë më shpjegojnë që gjoma babin kanë marrë në telefon, ka shku atje, Meladini ka humbur në bjeshk, të mbledh Borovnica, dhe dyshimi që ishte mjegull. Që atë ditë ka pasur shumë mjegull në bjeshk. Po, edhe thanë që do më thënë ka humbur rrugë, ndoshta nga mjegulla, hajtë me shpresë dhe ta gjërë në darkë që duan sa thashtë theme, jo u gjetë, jo su gjetë, një gjë që s'ishte, e vërtet. 3 herë thanë u gjetë, jo portale, jo vetun kam folë me shumë portale, dhe kam thënë me jep një kush ka dha këtë informacion, sepse një ishte bëhet e ditur i sigur që është gjetur Meladini nga familjarët. Edhe unë kam folë me atë faqen, të nesër më bëri blog, duke pyetur kush ka dha këtë informacion, të lutem të çoh mesazhe nga kush e morë, nuk mora asnjë përgjigje. Të nesër me në dita kam filluar me kryeministrin e dashur, shton Sali Edi Raman, kam shkruar Sali Berishës, kam shkruar presidentit, kam shkruar Flamur Nokës, gjithve, më jo det kam gjë njëri pa shkruar, ju lutem na ndihmoni, duam drona, duam diçka që vërtet, do një helikopter që paktën ta kontrollojmë atë zonën, nëse është nga Kafshtegër, ta diçka do gjende ai person deta. Por ju bët kërkime, jo vetëm babai, por gjithë fshati bëri kërkime në zonë, nuk u gjet asnjë gjurmë me ti asnjë shenjë? Kam kontaktuar edhe me ekipën shpëtimit të Kosovës, që ato direkt marrë kontakt kufirit, po? Po, sepse unë atë natë kam marrë edhe policinë e Kosovës, edhe policinë e Maqedonisë, se kur dolën ato portalet u gjetë, që të dhja sigur si zemra e motrës a janë, as janë. Por përpara ka marrë policinë e Prizrenit, të cilat ato kanë lidhë me policinë e Dragashit. E qartë. Pastaj, ato më thanë që këto janë vetëm thashtë theme, nuk janë nga policia, që ne nuk e kemi gjetur Meladini. Pastaj mora policinë e Maqedonisë, dhe aty më thanë që nuk janë të vërteta, janë thjesht thashtë theme. Se dua ta përcaktoj dashur Monkira, vendi ku mblitet Borovnica vllai juaj është kufi mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, dhe nuk dihet nëse ai ka shkuar në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut apo diçka ka ndodhur. Jo, ai ka qenë në Kosovë. Ai ka mbledh Borovnica në Brodë të fshatit të Kosovës. Pra, ka kaluar kufiri dhe ka hyrë në fshatrat e parë të Kosovës me kufi Shqipërinë, po? Po ishte një vend që ai e njifte, që 3 vjet është atje ka mbledh. A mbledh 3 vjet rrallë Borovnicë. Pra nuk ishte era e parë që ai shkonte në atë. Jo. Prandaj është shumë e dyshim. Por bashkëfshatarët ishin atë ditë me vllain tuaj. Çfarë kanë treguar? Odeta, nuk mund të vendosesh gishta skut ka dhe fshatarët që kanë qenë prezent, sepse gjithë janë pothuajse familjar. Njëri është djali i tezës nga babi, tjetërat janë familjar. Gjaku ju. Jo. Po. Ato kanë thënë që kena parë me muzikë, kanë që ai e ka preferuar muzikën, ai ka qenë për muzikë, o zoti, kënon veç telefoni Meladini. Ka kalu një kodër, edhe nga aty nëse kena parë. Pra është të futur nga shokët, duke kaluar një kodër dhe... Ka kalu një djalë tjetër kodrën, që ka qenë bashkë aty, edhe i ka kalu në bashkë atij djalit dhe mos e kena parë. Por ky personi që e kaloi kodrën, çfarë tha për vllain tuaj? Ai e kishte parë? Po ai djali nuk është mirë dhe nuk mund t'i besosh fjalëve që thot. Ai ka thënë që unë se kam parë. Dhe nga një moment vllai juaj është dukur.
nga i moment para to që thonë është zhdukur. Edhe ne kaq informacione që kemi nga i moment e kemi si zhdukur. Ajo që më bën përshtypje dashur Kira në këtë histori është që vllai ka pasur telefonin me vete dhe aty vazhdoni bie zilja e telefonit, edhe pse ka kaluar 3 vite gjys. Deta Zilja i shkon Meladinit edhe Zilja në ka dhe në telefonat tonë nga numri Meladinit. Në datën 5 shtator të vitit 2025 Zilja ka të telefoni u shkut. Nuk isha mundësi ta hapja, disi më drejt trupi dhe isha mund të shkolla duke marrë fëmijët. Ishte një moment që di si të reagoja. Mora direkt familjarët, sepse kur i ulçova unë direkt Zilje, numri dilti i fikur. Mora direkt nga Borja, nga Kuksi atje, ju lutem merrni në telefon se më ka ardhur Zilja nga Meladini. Njëri ishte pa besueshme as për mua se si erdhi Zilja. Pastaj në datën 16 shkurt të këtij viti, motrës në Kukës që është i ka ardhur Zilja e njëjta e shkurtër si unë. Pastaj Xhaxhit nuk e di bash mirë datën, po ka qenë nga muaj mars, Xhaxhit Admirali, i cili është numri i atij te foto e Meladinit ku kërkohet, i ka ardhur Zilja 2 herë nga numri i Meladinit. Pra, vllai është i humbur dhe nga telefoni i tij vazhdimisht kanë ardhur zile. Por kur është një provokim ose unë si motër mund ta them edhe mund të jetë edhe një shpresë që do të na thonë që Meladini është mirë. Por kur ju e merrni, Zilja nuk bie, ka rënë Bie Zilja Odeta, dje ka rënë Zilja dje në darkë, bileshisha duke folur me prindit në telefon, nga ana tjetër dhe çdo ditë Odeta, si prindër ma, si zemra e prindit, ai telefoni funksionon, edhe dhe i ka shku Zilja. Dje në darkë. Sot i kam rënë Ziljes heshta, ka vetëm një heshtje, po besoj që ndoshta nuk ka valë të sigurt, po Zilja besoj që shko. Ju dyshoni se ai mund të ndodhet diku dhe ndoshta jep sinjale me to zile që bën vazhdimisht në familje? Ai s'besoj ta ke telefonin Odeta. Ai nuk do rinte pa mlajmëruar mo, sidomos mu, prindrit i lajti, prindrit do i lamron të sigur, po me mua det ka qenë shumë i lidhur, s'ka pas një gjë, nëse diçka ka ai, parën e kishte të më tregonte mua. Çdo darkë Odeta, kur prindrit flishin, ne ishim të shkruajt mesazhe, s'ka pas shansa ai ta ketë këtë telefon. Dhe të ka marrë ma. Mua më mungon shumë. Mua më ka marrë ma. A di, më shumë kena folë me mesazhe me zë, me Meladinin sa di dhe vajza, kisha të vogël, edhe Odeta shumë herë shkoj nxoj ato mesazhe. Po është një mungesa, do t'ja nxosh zërin Odeta, po. Është shumë e vështirë. I ruan ato audio? Gjitha i kam. Ta gjitha, të mesazheri kam gjitha. A mund t'i dëgjojmë? Kamika të shakabia. Puqi pas që ta puqi ku samene. Kira, kjo është zëri Meladinit, i vllait tuaj. Po, Odeta. Shumë e vështirë. Dhe të besoj, jo vetëm ty, për gjithë familjes i mungon Meladini. E dashur Kira, ajo që më ka... Meladini u mungon, Odeta, po sa do t'jenë, më mungon më shumë, 7 vjetë se kam pa. Tani në maj, bën 8 vjetë, unë kur kam qenë në maj, aja ka qenë në Borje, kur kam shku nda shtator, 2018 më falë, ai nuk ka qenë aty, ka qenë në Itali. Edhe tani në maj bëhet 8 vjetë, Odeta, që se kam pa, po këto 3 vjetë pa ja zërin, është më shumë shkatër. E dashur Kira, çfarë kujton në telefonatën e fundit ose në mesazhin e fundit që të shkruaj ti? Para se të humbiste, një natë para se të humbiste. Mu më pëlqej na di të bëj surpriza familjarëve me çfarë di me ato lule si çojnë në zona, edhe Meladini më çon të shumë video, di shumë nga dhurata, sidomos fejesa, martesa dhe një ditë përpara se të humbiste, edhe kam thënë veç ti shpirti motrës kur të fejosh, inshallah të kem letra të vi, nëse jo motra ta bëm kështu surprizën edhe di ai filloi me utall me mua kështu si motrë vëlla. Mu më mungon shumë. Sidomos këngët e Gurbetit s'ka pas ditë pa më çuni kanë Beti, s'ka pas ditë Odeta, ati snapi që i fshinte dhe herë, se më shumë të snapchapi, adi më ka që këto gjona, edhe ato më mungojnë ato këngë, që mi qoj edhe një herë, edhe ndoshta pse janë të Gurbetit, Odet, po të mi qoj. Baba juaj më ka treguar që disa kohë pas humbjes së vllait, shtatorin e 2023-shit, dikush erdhi në fshat dhe u interesua për vllain tuaj. Ishte dhjetori, një vit mbas humbjes së Meladinit ka qenë, mos gabon në dhjetor.
Po. Dhe ka qenë bjera e motrës time që i ka takuar, ka qenë pak jashtë fshatit, jo shumë larg fshatit. Kanë ardhur 2 persona, le ta themi si gjysmë të maskuar, sepse fytyra nuk është fare veta kush kanë qenë, dhe kanë ardhur aty dhe kanë thënë që ka Meladini në fshat. Edhe kjo kishte thënë që Meladini nuk është i humbur. Meladini është i humbur fal. Ti kanë thënë jo e dashur nuk është i humbur, por ne po të pyesim sot ta ka në fshat. Edhe ajo ndoshta nga stresi që ka pas në ka lajmëruar shumë vonë. Sikur na kishte lajmëruar direkt, ndoshta do ishte tur gjithë fshatit. Këtë të jap sigurt se Meladini nuk na mungon vetëm neve. Meladini mungon gjithë fshatit. Monkira asnjëherë nuk u identifikuan kush ishin këta persona? Jo, deta familjarët kanë shku direkt në Kukës, kanë bë këtë, që kanë ardhur veta dhe kanë treguar gjithçka, nuk u bë askush i gjallë të kërkojë diçka, edhe nuk u bë asnjë verifikim asnjë gjë. Ajo që më bën abi është që ende prokuroria nuk ka kërkuar, le të themi, nga kompania celulare nëpërmjet valve të mësojë se ku ndodhet ai celular, nuk e di pse nuk e ka bërë prokuroria këtë gjë, aty nuk. E ka bërë, ka qenë vitin e kaluar, në shkurt mos gabojmë. Ka thënë se telefoni ka qenë i hapur vetëm 1 sekondë, nuk kemi pasur mundësi të lokalizojmë, vetëm edhe letrën besoj që babi ta ka treguar, kur ka qenë në studio dhe herën e fundit. Ajo që mua më habite është që telefoni bie. Pra Zilja bie, ati numri që do të thotë mund të gjendet lokacioni se ku ndodhet. Dhe kjo përgjigja që ka qenë vetëm pak sekonda i hapur dhe nëpërmjet 1 sekondi ne nuk bëjmë dot lokacionin, nuk e di, nga kompania më së shumti, se sa prokuroria. E dashur Monkira, unë jam takuar me babain tuaj disa herë, me thënë të drejtën, ai është në kërkim të djalit. Ai gjithë dyshon se ndoshta ndodhet në një fshat të Kosovës apo të Maqedonisë dhe mund ta shfrytëzojnë për krah pune dhe nuk flet dot. Ky është dyshimi i babait tuaj. O drejta në gjo, sepse tani ka mungesë, që shumë të rinë nuk do të punojnë në bujqësi, edhe ato aty kanë dim, aty duhen punëtorë, edhe ndoshta kanë marrë, edhe me frikë bajnë të mbyllur, ndoshta vetëm e zënë të mielet, lëshojnë ose lëshojnë në bjeshk me të kollosi dhe nuk ka mundësi se si të lajmërohet, ose nuk është kur i vetëm, është me 2 persona, po, s'është shfrytëzim si sklav në klapa, le ta themi. Këto janë dyshimet e familjes, por edhe dyshimet tuaja që... Po tjetër gjë deta qa mund të dyshojnë, për shembull, ai me dëshirën e vet do ishte lajmëruar, edhe kur nuk do ikte, sepse vllai kishte qenë një javë para se Meladini të mbiste vllai dhe motrat që në Itali kanë qenë atje. Gjithçka ka qenë në rregull, ai ka qenë i lumtur, ka qenë shumë i lumtur, biles punonte mirë me Brovnica. Dhe kishte një fitim, domethënë, ka qenë super, s'ka pas pse të ikë. Kush është mesazhi që do përcjellje sot si motor për Meladinin, nëse ai vërtet do të dëgjonte, vetë Meladin? Unë kam shumë mesazhe dita, jo vetëm për Meladinin, po të Meladinin do i lënë në fund si ambëlsira, po të parin do ja bëj Vodafone. Nëse dikush nga kompania Vodafone po më shikon si një motor e coptume, që 8 vjetë se ka parë vllajin, e 3 vjetë e gjysja ka një zonin. Ju lutem vendoseni dorën në zemër, keni marrë jo 1 letër, po 1000 letra për lokalizimin e këtij numri, po ju lutem lokalizojeni numrin e vllajit, o pak të ta di ku ndodhet ai numër. Basta atit numrit, jam e sigurt që do e gjej vllajin. E para. E dyta, bëj thirrje shtetit shqiptar, policisë të Kukësit, kemi çuar gjithë ato thirrje që na kanë ardhur dhe kemi bërë gjithë ato video. O njerëz, punoni sepse ligji, respektoni ligjet që keni. Duhet të lokalizoni dhe duhet të bëni çmos, çaj numrit të gjendet. E tretën thirrje po e bëj atyre njerëzve, ndoshta më shohin, edhe jam i sigurt që më shohin. Se shumë herë që flasim bashkë, Meladini më thotë në ndërçaj zotria më tha që ti ku ishe sot. Edhe ua bëj thirrje. Zotri, zonjë, ju që më përgjigjeni në telefon, më përgjigjeni dhe më thoni ku i ka vllai. Po të betohem problem nuk do kesh ta japun sigurt si motër që kam qenë shumë e lidhur me Meladini, le të na lëshojnë djalin ta shohim. Nëse ka nevojë për punë, do rregullohemi bashkë, do punoj nëse ai ka me çej. Ne nuk do kemi probleme as me policin, as me shtetin. Kush na ka ndihmuar gjë tani, çfarë do na ndihmojnë më vonë, as që na duhen, neve na duhet gjej Meladini. Kërkesën e tretë, në fund shpirti motës motra ta bën. Nëse ti je duke parë këtë video, do thosh vetëm sa të kam lëndu, e s'kush e di sa shumë me lënë vetën, nëse më shikon kështu. Motra ta bën thirrje në emergjiste, jemi bërë një fis i madh, që ti ke parë, të bën motra thirrje vetëm t'jesh mirë, nëse ta japin telefonin, ma merr mua të parën, sepse më beso det,
edhe babi dhe mami si kur shpresa toni kanë, a ka diçka nga Meladini dhe do t'ja jap këtë lajmin më të mirë gjendjes së Meladinit. Meladin shpirti motrës ti e di se kemi shëngjerë në fshat, edhe më beso s'ka di që mami s'tot e du Meladinin për shëngjerë. Ne bëjmë festën e madhe shëngjerë, bëjmë piknik edhe uroj o Zot që Meladin të vish për këtë shëngjerë. Na gëzosh shigjit edhe një bushër syt, se syt i kena të bushur me lot për një bushësh me gzim. E dashu Monkira, ta uroj me zemër të zbulohet e vërteta e vllajt tuaj. O Zot, inshallah, o Zot, veç të vijaj. Dhe uroj të ketë informacione, më preke me lotët e tua, me thirrjen që i bëre vllajt. Do mbetemi bashkë në kontakt dhe të përqafoj nga Tirana, Monkira. Jo, dhe ta faleminderit, do më përqafoj nga Franca. O Zot, inshallah veç një për lajmin në vllajt. A di, jam pa letra, edhe kur babi dhe mami thonë isha të marrësh letra, o ba, unë jam në Nistre, unë kam familjen time, edhe juve ju shoh tani shoqërçan edhe telefona. Po Zot, vi Meladini as letra s'më duhen. Më beso as letra s'më duhen, vetëm Meladinin ta shoh, o Zot. Qelja jo dita shoh Meladinin, atë gjithë do mi të beson. Të do isha njeriu më i lumtur botë do falenderoja Zotin. Besoj, je motër. Mirë, mbetemi në kontakt, mirupafshim. Faleminderit Odeta, ju përshëndes, shumë faleminderit. Përshëndes. Inshallah me lajme të mira. Amin o Zot, mirupafshim. Mirë të dashur miq, që dëgjuam këtë motër që bëri një thirrje vllajit të saj Meladin Adili, që fatkeqësisht ky ri nga Kuksi ka humbur çdo kontakti me familjen përpara 3 vite e gjysëm, shtatorin e vitit 2023 nga Bjeshkët, duke mbledhur Beronica dhe prej asaj kohe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kushdo që ka informacion është i lutur qoftë anonim të lidhet me redaksin time, mund të më shkruaj në numrin 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Dhe uroj me zemër që kjo motër të bashkohet sa më shpejt me vllajin e saj, por mbi të gjitha urojmë që Meladinit mos ke ndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Mirë, do të vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live, sepse do të shkojmë në këto momente në Greqi, do të hap dritaren për një nën, ai quhet Mariola, është nëna e 2 fëmijëve të mitur, e cila, dhe pse është divorcuar, ka probleme me ish bashortin e saj. Por çfarë ka ndodhur në jetën e Mariolës dhe pse ajo kërkon sot të denoncoj babain e 2 fëmijëve, hap dritaren dhe e ftoi. E dashur Mariola, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Jetoni në Greqi? Po, Në çfarë vendi të Greqisë jeni? isha 10 vjetë në Samos, në Ishu, tani kam marrë në Igumenic. E dashur Mariola, më ke dërguar një mesazh, çfarë problemi keni që kërkoni ta denonconi? Unë jam ndarë nga burri dhe kam 2 fëmijë. Edhe nuk kam bërë si librime me atë, nuk quhet si të kemi bërë që të quhet babai i fëmijës. A mund të bëj një gjyq të ai të dërgoj lek për fëmijët, se nuk dërgon asgjë. Po sa vite keni që jeni divorcuar? Nuk isha me të librime, kështu ja e bëjmë në Shqipëri, që më thjesht bashkëtua bashk. Po, sa vite keni të ndarë? Një vit kam që kam marrë këtu në Igumenic. Por ai jeton në Greqi? Po, në Greqi jeton. Më lejon të pyes? Po. Para sa vitesh jeni njohur me babain e 2 djemve? Kemi 10 vjet bashkë, jetuam bashkë. Fëmijët janë i madhi është 10, kurse i vogël është 8. Që kanë të vegjël dhe me jetë ti kesh. Faleminderit. Edhe i ashtu vetë, nuk ose nuk punoj që t'i rris vetë. Sigurisht jetesa është e vështirë. Është që ke vështirë, që klodhje, po ja dalë, po i takon dhe si babai të dërgoj lek. E qartë. Është babai. Ju jeni njohur në Shqipëri apo në Greqi me babain e fëmijëve? Më kam bërë me lajmësim. Nuk e kemi, nuk e gjeta vetë, me lajmësim. E dashur Mariola, ti kur e ke njohur babain e 2 djemve, ke jetuar në Greqi dhe ai jetonte në Shqipëri? Jo,
Jo, të dy bashkë në Greqi. Keni jetuar në Greqi, ti jetoj me familjen tënde, ai me familjen e ti? Jo, bashkë të dy, në bashkë i rritëm kalama fëmijët, me ku se tani unë nuk shkua mirë dhe unë da bën durim sa u rritëm fëmijët, bëra cik durime, pastaj nuk e po e duroja do të më dhe lash. Por pse nuk e duroje do të më? Me çfarë ndodhi në martesën tënde? Pinte alkool, brandaj. Dhe zirëshën shpesher. Ka qenë përdorus i alkoolit? Po, e qëva të rejë në polici. Pasaj e merë në keqë dhe ndora. Nuk e lashë brenda në fëmijë. A i të ka dhunuar? Më gjuante, pasaj që ku e qëva në polici, unë e më të preu ata kontakte, që më gjuante, si më përpara. E tani nuk kom një kon fare me fëmijët, nuk do të di fare. Tër zojna pësërojnë fëmijët, fare. E dashu Mariola, ju sa vjeç jeni, më falë që të pyes? 31. Edhe 100 vjeç, por baba i fëmijëve sa vjeç është? Ajte 40 do jetë tani. Ju keni jetuar bashkë 10 vite dhe keni qenë në bashkëtesë dhe ti nuk e bërë martesë ligjore. Jo, që të vejnë në kishë si që të quajmë më martoj me filan, stekun, si bëjnë ato në Shqipëri, këshuja. Jo, kisha nuk është martesë ligjore në Shqipëri. Si të bëm një bufet të vogël, kaq. Edhe i kum direkt në Greqi. Nuk keni bërë celebrimet, jeni martuar ligjërisht, që ti të mbash mbi emrin e tij. Jo. S'kam e bërë celebrime. Por ai e ka njohur atësinë e fëmijëve? Jo, nuk e ka njohur. Prandaj i them, do të gjën që pse nuk ka të jetë njohur. Jo, po është një rrugë gjatë ligjore që duhet të ndjekur. Por pse nuk e njohu atësinë e fëmijëve? Se ju ndajtët 10 vjet bashkë dhe po 2 djem. Nuk e njohi se duhet të vini në Shqipëri, që të bënim celebrime që të njohë dhe fëmijët. Pra, shkaku ishte se nuk ishte dokumenta që të vini të bënit celebrimin në Shqipëri. Po, s'kishin dokumenta në fillim, tani unë i kam bërë, tani 2-3 vjet kam që kam bërë dokumentat. Ai nuk ka dokumentat. Por fëmijët mbajnë mbi Fëmijët mbajnë mbi emrin tënd. Fëmijët kanë mbi emrin tim. Dhe atësi çfarë kanë për atësi? Nuk ekziston atësia, nuk quhet fare. E dashu Mariola, ti që kur u martove, le të themi ai ishte përdorues alkoolit apo pasi kaluan disa vite martesë, ai filloi të pinte alkool? Pinte edhe në fillim alkool, nuk është që pinte, po nuk zireshin dhe kishin grindje aq. Që kur bën fëmijë fillojnë grindjet. Do me thënë, kur ju bët prindër, atëre nisën problemet madhore. Po, kur bën prindër, u nisën më shumë. Por për çfarë nisën grindjet dhe pse ai të dhunoi? Pra që pinte alkool, vetëm kjo. Pinte alkool, ziresh në shtëpi, gjithmonë, nuk kaloni mirë. Dhe grindjet për çfarë vinin? Do me thënë, pse ai grindej me ty? Se pinte, nuk di kur pinte, zis çfarë bënë, dhe pinte, ziresh gjithmonë, kishë ratë që dhe nuk ziresh, kur pinte. Ju më tha që e denoncuat në polici. Po, se me gjuante. Pse e troqe denoncimin? E troqe se mullu, se atëre isha në Samos, nuk e këtu, edhe nuk e, se atëre ishte puna vetëm në Behar, se këtu punoj, gjithë në Behar. E qarë, se është vend turistik dhe ka punë vetëm në Behar aty në Greqi. Ishte vend turistik, edhe nuk punoja në dimër, mirja quja, që është punon 6 muaj, edhe me të japi lek, edhe nuk punoja. Tjep shteti lek. E qartë. Me ditë punë. Por ti e troqe denoncimin sa ai të kërkoj falje. Sa më falë atje në gjyq, që nuk e bëjna.
Edhe më tha dhe ai që jeti avokat, që mos u vinte brenda e troqa. Hajde ta tërheqë gjëra për fëmijë. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ti troqe denoncimin, vazhdua jetesën. E vazhduam të vinte te motra atëherë se kishte frikë të vinë jeton në shtëpi. E pasaj gjithëm prapë muhabetin, në mëra prapë në shtëpi, prapë të njëjta filloi. Por duke ditur që i shkunatën e ke pasur aty afër, ajo nuk i fliste vllait të saj që të dhunonte ty? Jo. E ajo nisoi ishte si i zburim, A ke kërkuar ti ndihmë në atë kohë të shkunata? Ti vete, dashur Mariola. Po, i thosha, hajde një flisë, një bëni, se nuk është mirë. Nuk ju bënde të shtypje fare. Edhe tani kanë një vit ka i parë fëmijët asnjëri në familje e tij. Por pse ti nuk e ke patur? Ti nuk e ke patur mbështetjen e Ju nuk e keni patur mbështetjen e shkunatës, vjerrës në atë kohë? Jo. Asnjëri në ato. Por pse? Nuk ishin, nuk të më donin. Se logjikisht, që e di që gabimin e ka i biri, është me nusen. Ty pse nuk të mbështesni kur ti dhunoheshe nga ai? Nuk ishin si të them, ishin familje, si të gjithë janë. Si ishte ai, ishin dhe prindrit edhe motrat. Pra, nuk të kanë dashur ty si nuse? Po, nuk bëni si ku të donin, në mbrapa flisin të tjera. Se ti ke qëndruar 10 vite nuse aty në atë shtëpi? Po, isha 10 vjetë në Samos. Bashkë me atë. E dashur Mariola, e fale herën e parë, ai të dhunoi sërisht? Po, do të vrasë, thoshte, për familjen time, sigur do më rriste familjen, nënën, baban, thuja, vllan. Të kërcënonte? Më kërcënonte. Dhe ti e denoncove për herë të dytë? Po, e denoncova për herë të dytë prapë. 3 herë kam quar, prapë të njëjta, prapë të quar, prapë se më gacmonte përse në telefon, nuk me linte ratë, më bezdiste. Por ti vendose ta falje se ai po të shqetësonte apo se e doje? Jo, dashur nuk e doja, po më vinte keq për fëmijët. Se është e vështirë të i rrisën dy fëmijë vetëm. E pranove për herë të dytë, e pranove për herë të tretë dhe ke gabuar. Sa i nuk ndryshon. Po, dhe ishte... Po, nuk ndryshon, do të herën e parë që ashtu tipje fund, jo të dytë, tretë. Por me familjen tënde, ata të kanë ndihmuar, kanë qenë krah teje? Nuk i kisha prindërit atje në ku jetoja unë. Maman e kam futur në Gumenicë, nuk i kisha prindërit afër. Kam qenë vetëm atje, nuk kam pasur njeri. E dashur Mariola, çfarë ndodhi atë ditë që ti vendose të jepje fund kësaj bashkëtese përfundimisht dhe pse i dhe shanse 3 herë babait të fëmijëve dhe ai nuk ndryshoi? Për të që se nuk mundesha të vija në Gumenicë, e mora i bëra denoncim, mendoj në shtëpi sa u ashtur gjeta shtëpi të tuja, punë, që u rregullova me të gjitha, e pastaj ika. Pra, ishit ju që e dëbuat nga shtëpia? Po, e dëbova se nuk kaloni mirë, vetëm shërë kishin në familje. Por pasi ti u ndave, përpara një viti ka ndodhur kjo gjë, ti e ndarë me të, je larguar, ai të ka shqetësuar? E filloi të më shqetësonte gjithmonë, shpeshherë, por pastaj tani ka shkëputur se e bëra blok, edhe i ka shkëputur marrëdhëniet tani, nuk të shqetëson nga fare. E dashur Mariola, ai të ka dhunuar përpara syve të fëmijëve? Po, përpara syve të fëmijëve.
Por fëmijët si kanë reaguar? Fëmijët ishin të vegjëlat, më të vegjël, se tani arritur një qik. Po atëherë ishin qik më të vegjël. Por sot fëmijët që janë pa babain e tyre, Nuk e duan baban. nuk e duan, nuk të pyesin fare, Jo, nuk e duan. por ti ju flet për babain? I kam folur në fëmijë, nuk e duan baban. Por pse? Ata le të themi kanë fiksuar skenat e dhunës, se kjo është arsye që nuk e duan babain. Se i madhi ashtu i ka parë qik më shumë. Ai që madhi ashtu minte të gënte këto për para fëmis, se i shikonte i madhi. Çfarë të ka thënë i madhi? Se ai mban mend më shumë sigurisht. Mbanën i madhi që vinte babai këtu të rrinte, këto që të rrinte, të ndishte në shtëpia, se edhe më kanë ndjekur. Edhe kam qenë të flia më shumë për motra, e di. Si të kanë ndjekur? Të ka përzën nga shtëpia? Po. Edhe flia të motra. Se zjesh atje dhe unë e mirë në telefon, unë vija e lonë nga puna dhe nuk, se vija shumë vonë. Ai të ka dëbuar nga shtëpia dhe ti i ke dhënë shanse e ke mbajtur si burr 10 vjet. Jo shanse se për fëmijët, se s'kisha ku të vija atë. Mariola, ai të la në fund. Unë nuk e kuptoj këto nëna për fëmijët. Fëmijët janë shkatëruar me një baba që pi alkool dhe dhunon. Për çaj mbajte 10 vite të shkatërroj dhe ty, vitet më të bukura të jetës. Po, të bëra durim sa bëra dokumentat. Se ku do vija pa dokumenta? Mariola, Nuk isha dokument. unë e kuptoj që ti mund ta kesh dashur, se krijove familje, por nuk mund japësh shansin një njeriu që të dhunon. Një burr që ngre dorën ndaj gruas. Nuk e doja. Mos vinte keq se për fëmijë. Ti para një viti vendose të largoheshe dhe ke shkuar te nëna jote në Igumenic. Tani këtu kam një vit. Në momentin që ti u ndave, jetove atje në atë vend ku me burrin. Ai ku e dëbove nga shtëpia. Ishim atje. Po 10 vjet isha në Samos. Jo, flas momenti kur u ndave. Ndonte në Samos apo ike direkt? Po. Jo, nuk i ka direkt. Po që mund dava sot dhe i ka direkt, sa gjeta shpisa, i regullova gjerë dhe kësaj. Pastaj lëvizje. Nuk i ka direkt. Pra ke ndonjë 15 ditë në dojtë. Në ato 15 ditë në i kam Samos. Në ato 15 ditë ai vinte. Nuk më ditë. Në ato 15 Shpi nuk vinde ke frikë. Kishte frikë të vinde në shpi. E qartë, ai nuk vinte në shtëpi, po fëmijët i takonte? Jo, nuk ja lija, se nga që më shtuja, më bezdiste mua nuk i lija as fëmijë, nuk ja lija. Pra ai kërkonte fëmijët, por ti ja pengoje. Ja pengova se më shante. Pase ja pengova. Më shante ja pengova. E tashur, Mariola, ti sot kërkon që ai të pagoj detyrimin ushqimor. Po, si baba që është i takon, edhe mos të mos ketë si librim, është baba i fëmijëve. E qartë, por ligjërisht ai nuk njihet baba i fëmijëve sepse nuk e ka njohur atësinë. Dhe ky është gabimi jot më i madh që ti ke bërë, që ke jetuar me babain e fëmijëve 10 vjet, ke sjell 2 fëmijë në jetë dhe nuk e njohur atësinë, dhe kjo është një kosto e madhe për ty që ti drejtohesh gjykatës të bësh njohjen e atësisë dhe më pas gjykata të vendosi detyrimin ushqimor ndaj babait. Po. Por me ish partnerin tënd, ke folur, i ke kërkuar që të ndihmojë për pjesën e 2 djemve? Po, i kam kërkojtur, nuk të japë fëste, gjallë vdeku nuk japë lek, vetëm të flasë me fëmijët një ka qkop, lek nuk japë. Po si nuk jep lek, ai fëmijët i ka të tijet, ata fëmijë nuk duan të hanë, vetëm ti do t'i rrisësh? Prandaj unë
punoj dy punë punoj me një, që ja dalë. Se nuk më dërgon lek ai. E dashu Mariola, ke një mesazh për ish-burrin? Kam një mesazh për burrin që ai të dërgoj lek për fëmijët e tij, asgjë tjetër. E dashu Mariola, unë do bëj të mundur që të lidhem me ish partnerin tuaj, me babain e fëmijëve, me shpresën që do më përgjigjet, për të dhënë edhe ai versionin e tij dhe uroj që ai të ndërgjegjësohej dhe ta kuptoj që ata dy djem që janë të mitur nuk është vetëm përgjegjësia jote si nën, por është dhe përgjegjësia e atij babai. Po. Por ke një rrugë të gjatë ligjore për të ndjekur, në fillim do bësh njohjen e atësisë së fëmijëve dhe pastaj të kërkosh detyrimin ushqimor, sepse në momentin që ne flasim të dyja, vërtet ai është babai biologjik dhe e di dhe ai, por ligjërisht ai nuk njihet babai biologjik dhe ti nuk ke ku shkon, në cilin një solucion të trokasësh dhe të kërkosh parat. Duhet bëret njohja e atësisë dhe më pas... Duhet njohi si atësinë. Po, është hapi i parë që duhet bërë dhe më pas të kërkosh detyrimi ligjor. Por gjithsesi, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt dhe uroj dhe shpresoj që ai të hapi telefonin dhe të bëhet një babai i përgjegjshëm. Okej, faleminderit. Faleminderit e dashur. Miropafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni edhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këtë histori reale, këtë histori të dhimbshme shqiptare. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.